Problemet me menaxhimin e të dhënave nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit e kanë shoqëruar Komisionin Qendror Zgjedhor jo vetëm ditën e zgjedhjeve kur dështoi të japë në kohë reale rezultatet për subjektet politike. Mangësi janë identifikuar edhe në të dhënat e kandidatëve për deputet. Në dokumentin zyrtar të publikuar nga KQZ-ja me titullin Rezultatet e detajuara për kandidat, ku duhet të jenë të shënuara votat që ka marrë secili kandidat në çdo vend votim, mungojnë plotësisht të dhënat për disa kandidatë të koalicionit AK-Nisma, konservatorët dhe intelektualet. Nuk figurojnë të dhënat për kandidatët me numrat 18, 24, 27, 49, 73, 87, 89 dhe 102. Vetëm njëri prej tyre ka arritur të zgjidhet deputet, por Arbresh Krasniqit që i takon Nismës Socialdemokrate nuk i figurojnë votat në vendvotime. E në dokumentin tjetër me të dhënat e përgjithshme të deputetëve që fituan ulse, ajo ka marrë 12.138 vota. E kontaktuar nga koha, Krasniqi deklaroi se nuk ishte në dijeni të këtij problemi dhe nuk ka marrë ndonjë informacion zyrtar nga KQZ-ja. Unë të gjitha informacionet për votat e siguruara dhe votat prej të gjitha komunave i ka marrë në KQZ përfshirë përditësimet që ka ndodhur. KQZ-ja nuk ka ofruar sqarime lidhur me mungesën e të dhënave në pyetjet që koha i ka dërguar javën e shkuar. E përgjigje nuk kanë kthyer as nga AK-ja. Pas mbylljes së kutive të votimit me 9 shkurt, pati rënë nga sistemi edhe faqja e internetit të KQZ-s përkatësisht vegza ku jepshin rezultatet në kohë reale. Prokuroria Speciale pati dhënë urdhër për nisjen e hetimeve për mënyrën e funksionimit të faqes së internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Probleme teknike janë evidentuar edhe gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimit të atyre për subjektet politike. KQZ-s janë dashur 46 ditë kohë për ta përmbyllur procesin zgjedhor nga dita e zgjedhjeve e deri te certifikimi i rezultateve.